Karnavalet e Korçës, njën nga komeditë më të dashura të teatrove shqiptare, u rikthye të hënën në skenë. Nën regjinë e Inva Mulës, Karnavalet e Korçës erdhën në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në një version të ri, të kënduar në formën e operës. Batutat e njohura të komedisë morën një dimension të ri muzikor, duke sjellë një eksperiencë veçantë për publikun. Opereta shqiptare me 3 akte që ironizon shoqërinë feudale borgjeze përmes notave të humorit, mbetet një nga shfaqjet më të dashura për publikun. Narrativa dhe loja aktoriale e shfaqjes sillet rreth fejesës së Avrovitit. I ati Nikolaj Samargjiu do një dhëndër të kamur për vajzën, e ama Olimbi një dhëndër intelektual. E këtu nis gjithë konflikti në familjen e pasur korçare. Karnavalet këtë herë erdhën në dirigjimin e Elda Larës dhe dirigjentit të korit Dritan Lumshi. Në rolet kryesore interpretojnë Solen Alla, Ivana Hoxha, Vikena Kamenica, Ramona Tullumani, Armando Likaj, Dorina Selimaj, Renisa Laçka, Erlind Zeraliu dhe Artur Vera. Teatri Operës dhe Baletit fton dhe publikun që t'i bashkohet atmosferës së karnavaleve dhe të jenë me maska. Shfaqja e cila erdhi mbrëmjen e 24 marsit do të luhet deri më 26 mars.